Kur akrepat shënuan orën 9, dyert e Selisë e Euleksit u hapën për vizitor specifik. Së bashku, 3 vëllezërit e ish-presidentit Hashim Thaçi në këmbë shkuan drejt zyrës së Euleksit për të takuar vëllain. Derisa minutat e vizitës kalonin, dyert u hapën përsëri e kësaj radhe për veturën që solli në vizitë lumnien, bashkëshortën e ish-presidentit. Kur kaloi një orë, vëllezërve u përfundoi vizita, për të cilën fjalët qenë të pakta jashtë mureve të Selisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit. Nuk zgjati shumë e përfundoi edhe vizita e dytë. Pas rreth një ore qëndrim ka përfunduar vizita e bashkëshortës së ish-presidentit Hashim Thaçi këtu në Selinë e Euleksit, ku edhe po qëndronte ai gjatë vizitës së tij 2 ditore në Kosovë. Lumnia Thaçi u përcoll me përshëndetje të qytetarëve që ishin mbledhur. Secili barte në dorë ndonjë pankartë me mesazh që kërkonte lirimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, por pa harruar as simbolet kombëtare. Kemi dalë sot me kundërshtu gjykatën speciale edhe në përkraje të ish-presidentit historik Hashim Thaçi. E kur po afronte mesi i ditës, forcat policore ushtuan e Thaçit i përfundoi koha e qëndrimit në Kosovë. Derisa largohej, qytetarët e përshëndetën sërish. Eskorta megjithatë kaloi ka hyrja kryesore, me që ajo dytësore ishte e bllokuar. Hashim Thaçi qëndroi 2 ditë në Kosovë me leje të gjykatës speciale, pasi më 16 mars i vdiq babai. Të premten fillimisht ka bërë homazhe tek varri i babait e më pas është lejuar të qëndrojë në shtëpinë e tij.